Подпредседателот на ДУИ Аријанит Хоџа во Клик Плюс на телевизија 21 остро ја критикуваше актуелната влада, велејќи дека нејзините цели биле јасни уште од самиот почеток: слабење на позицијата на албанците во Македонија и легитимирање на таа политика преку мала група луѓе. Тој нагласи дека и покрај тврдењата ДУИ не може да влезе во владата без политички договор. Според Хоџа, ова е првата влада во историјата на државата која е формирана без политичка програма на албанските партии. Qëllimet e Zotit Mickovski kanë qenë të qarta, si ta dobëson pozicionin e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut dhe në një farë forme të hakmerret për gjithë ato të arritura të shqiptarëve që kanë ndodhur në formë të natyrshme. Dhe atij duheshte një grusht i njerëzve për ta legjitimuar politikën e tij, se nëse ata nuk do ishin pjesë e qeverisë, nuk do kishte se si të mbetet bara mbi ata. Pse ata se provuan pasi thonë që jo, po ne po të ikim nga qeveria do hym BDI-ja. Nuk hym BDI-ja në qeveri. Ja është thënë shumë herë edhe në kohën e Frontit Evropian, ja edhe unë tani po e them si nën kryetari i BDI se BDI-ja nuk hyn në qeveri nëse ata dalin. Nuk hyn në qeveri. Nuk mund të hysh në qeveri pa marrëveshje politike. Во врска со средбата меѓу лидерот на ДУИ Али Ахмети и премиерот Христијан Мицковски, Хоџа информираше дека досега немало покана од премиерот. Сепак тој нагласи дека таква средба е неопходна за усогласување на ставовите на сите етнички заедници околу иднината на државата. Patjetër është nga temat që duhet t'i bisedon zoti Mickovski me zotin Ahmeti, janë se duhet të bëhet një marrëveshje apo një farlloj harmonizimi i të gjitha qëndrimeve të bashkësive etnike se si duam të shohim këtë shtet. Se ne shqiptarët duam këtë shtet të shohim në Bashkimin Evropian si të barabartë me gjitha shtetet e tjera. Ne duhet të shohim se si e shohim bashkëqytetarët Maqedonas, të shohim se a i keq përdor politika ata, sepse ata po krijojnë një perceptim shumë të keq ndaj shqiptarëve shkaku se politika e servon. Shqiptarët në Maqedoninë e Veriut nuk kanë alternativa tjera. Ky është shteti jonë. Ky shtet mund të ndërtohet vetëm mbi bazën e partneritetit të plot me shqiptarët dhe maqedonasë dhe ardhmëria jonë është në familjen e madhe bashkëqyrtare. Хоџа не очекува оваа влада да го заврши мандатот поради нарушувањето на правата на албанците, доведувањето под знак прашалник на Охридскиот договор, меѓународната изолација на земјата, блокадата на интеграцијата во ЕУ и економската криза. Тој исто така изјави дека актуелната влада опстојува затоа што меѓународниот фактор повеќе не е фокусиран на Македонија, но тоа не значи дека меѓународната заедница не ги следи случувањата и не собира информации за тоа што се случува во земјата.